Hej, e kam me ty që ke vite të tëra që punon dhe një ditë të vetme si e vetës tënde pushim. Dhe nuk po flas vetëm për punën si profesion, po flas për atë punën emocionale të paloshme, po flas për atë punën psikologjike, po flas për atë punën energjetike, po flas për atë punën shpirtërore, po flas për atë punën ku ti mban gjithë barrat e tua, të shpatullat e tua, tek balli yt, tek nofullat e tua, tek kraharori yt, tek këmbët e tua, te zemra jote, dhe ndihesh i lodhur apo e lodhur më shumë se kur. Kur do japësh vetes leje për të pushuar? Kur do e lejosh veten tënde të pushosh nga gjitha barrat, zhurmat e jashtme dhe të dëgjosh një herë zërin tënd vërtet dhe të pyesësh veten tënde: po unë çfarë dua? Jo çfarë duan ata, jo çfarë duan të tjerët, si bëj të tjerët të ndihen mirë, por çfarë dua unë? A i keni kthyer në njërë përgjigje vetes se çfarë doni në të vërtet? Jo, sepse jeni të zënë duke punuar gjithmonë për të pëlqyer të tjerëve, për të përtypur nga të tjerët, për të validuar nga të tjerët, për të duar trokitur nga të tjerët, e mbi të gjitha për të dashur nga të tjerët. Dhe keni bërë aq shumë dhe në fund nuk keni marrë asgjë. Më vjen keq t'ju them, por në fund nuk do merrni medalje nga askush. Kështu që këtë fundjavë të paktën dedikojani vetes tuaj për të relaksuar, për të qëndërzuar dhe për të kthyer tek vetja juaj e vërtet, për pa ngarkesat e botës. Dhe ju jap një mesazh të vogël se çfarë vetja juaj hyjnore do dëshironte që ju të kishit në fokus tani. Mbroni fuqinë tuaj, thrisni fuqinë tuaj mbrapsht të cilën ne keni humbur në çdo situatë, në çdo person që keni dhënë më shumë se ç'ju takonte. Kujdesuni për veten dhe jepini vetes leje të pushoni, sepse edhe nëse ju nuk bëheni heroj, bota do vazhdoj të rrotullohet. Pacim.